Qyre, unë mendoj pak më ndryshe. Po shqyr që mendoj më ndryshe. Po natyrisht, unë mendoj që Lidhja Demokratike me këtë qasje që e ka është kryesisht dësojnë të vetë me analizë demokratike të Kosovës, akuma bojnë garë me Partinë Demokratike të Kosovës. Po, normal që duhet me bo garë me parti tjera. Vetëm, po. Ata janë për me bo garë. Po, nuk e ndërhyna ta jap mendimin, mandej. Po, është fillime, nuk kemi hapë mirë debatin. Po, atë të rregull. Tash, shqyr që mendoj në ndryshe, ta jap mendimin tim. Mendoj që... Ose që pytja, ku shë për dëkë që zbër me bo garë të? Ta përfundim në urë. Ne, si shoqëri jemi individ, kemi bindje të ndryshme politike, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë dy parti shtetëformuese, me pikpamje ideologjike nga e djathta, kjo dëshmon edhe Shtetëndërtimi i Kosovës, e kështu me radhë, zhvillimi i anës i politikave që ka ndodhur pas shpalljes pavarësisë, e kështu me radhë, dy partit ka qenë bashkë dhe është fantastike. Zotri Rama e ka nxjerrë me fytyrë Lumir Abdixhikun, i cili është një njeri i vetëvendosës i instaluar në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pra është një figurë e cila domet që është duke ja bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës, sidomos me përçarjet që ai ka bërë me një gjuhë e cila më shumë tregon inferioritet se sa përgjegjësi dhe fatkeqësisht është duke vazhduar me gjuhën e njëjtë, e cila e dëmton dhe matut e Lidhjen Demokratike të Kosovës. Dhe kjo është realisht përmarrë, sepse zotri Abdixhiku tenton që ta fus Vjosa Osmanin në listë, që unë mendoj që do të ishte pozitive. Madje do të ishte pozitive nëse Vjosa Osmani del me kandidaturë për kryeministër të Republikës së Kosovës, sepse kjo në një farforme mund të rikthejë një pjesë të elektoratit të humbur, të elektoratit natyral të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të humbur nga LDK-ja dhe që ka kaluar në lëvizjen vetëvendosje. Mirë, po këtu është një problem. Pra që koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, ose në këtë rast Lidhjes Demokratike me PDK, nuk është njërisi. Në fare mirë e dim që diferencën cilën e ka bërë në zgjedhje, sidomos pas balotazhit është elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës dhe është elektorat pure PDK, por është tipik prishtinali. Pra është një këto dëshmojnë edhe votat e Urani Ismailit në zgjedhjet parlamentare. Pra kemi një rritje të jashtëzakonshme të PDK-s në Prishtinë, që kjo është mirë, ka treguar për ndryshim të një mendësie, mirë po në anën tjetër tregon një fleksibilitet. Zotri Rama po tregon fleksibilitet dhe po tregon që partitë opozitare du të jenë blok kundër zotrit Albin Kurti, nëse dëshirojnë të fitojnë. Jo blok në kuptimin domosdoshmërisht të një liste, por në kuptimin e një unifikimi për mudoksit e bashkuara në raport me zotrin Kurti ose lëvizjen vetëvendosje, sepse rivali tyre tash në këto rrethona është zotri Kurti dhe nuk është rivali tyre që ato të konkurrojnë njëra me tjetrën, sa ato njëra me tjetrën nëse vazhdojnë me konkurruar është ambicie e ulët, sa ato mund ta mpushtin njëra tjetrën. Mund që Lidhja Demokratike së bashku me Vjosën të dele para, po menoj në raport para PDK-s, po esenca është se zotri Kurti do të vazhdojë të jetë pushtet. Dhe ky është problemi që unë e kam me të gjitha partitë në këtë rast opozitare, kryesisht me PDK-n dhe me LDK-n, të cilat asesi nuk thillen, asesi nuk e kuptojnë që aty janë për qytetarët, nuk janë për interesat të ngushta personale brenda partisë, sepse partia është tek e fundit një përbërje njerëzve që kanë edhe ide të ndryshme, kanë edhe bindje ndryshme. Është e drejtë e njerëzve me qenë edhe aktivistin e partijë tjetër dhe me kaluar në partinë tjetër. Absolutisht nuk është asnjë dëm që ndodh në të gjitha shoqëritë demokratike. Ki njerëz që kanë qenë pjesëtar të qeverisë të guvernamentit amerikan të Trumpit, që kanë qenë në Partinë Demokratike. Kjo është konkretisht legjitime. Mirë po, për një kryetar komune i cili bën një vendim në kushte normale, ne si qytetar dhe qytetari opozitar, duhet ta sheh shumë të mirë, shumë të mirë se ardhur këtë bashkim. Për arsye se kjo mund të tregojë një unifikim në nivelin e përgjithshëm. E nuk do ta sheh si një luftë që
PDK-ja është domi e LDK-ja akuma merret me Ksiondra. Ata sa të shohin Ksiondra, LDK-ja kur përpora nuk kanë me ecë, sepse ata nuk e kanë rival PDK-n këtë pikë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për me kuptu. Pastaj edhe një diçka dua ta them. Nuk është shqetësuese sepse zotri Roma flirton politikisht me PDK-n. Shqetësuese është pse Lumir Abdixhiku imiton zotrin Kurti. Kjo është shqetësuese për Ligën Demokratike të Kosovës. Këtu duhet të ishte shqetësimi. Pra ky është një njeri i cili e ka ideal Albin Kurti. Hajde militant, hajde. E ka, unë po të tregoj që është militant, është këgja fyrje për mu, zotri Dili, sepse nuk jam militant i kërkojna. Jam militant i mendimeve të mia. Jam militant i mendimeve të mia, është shumë e vërtetë. Jam militant i mendimeve të mia. Unë nuk po fole, jo. Çdo si kuptova. Jo, veç ta shpjegoj. Unë nuk jam militant i askujt dhe nuk i shërbej askujt. Përkundrazi mendoj që jam një zë kritik, po jam një zë kritik ndaj dy partive opozitare. Mirë po, unifikimi i skenës politike në Kosovë, veçanërisht i partive opozitare, për mendimin tim është gjë fantastike, sepse kjo i duhet vendit, kjo i duhet shtetit tonë. E ke pos, po ju dhe s'ka ndodhur, po kjo s'ka ndodhur për shkak të disa njerëzve që janë të instaluar në analizën demokratike të Kosovës, që nuk e duan një në të ardhmen e tyre për të mirën e qytetarit, për i duan pozitat e tyre, për këtë arsye nuk ndodhë. Kjo është një fakt, siç e ki zotrin Abdixhiku kështu me radhë, sepse zotri Abdixhiku mendon që me futjen e listës e Vjusa Osmanit, ta rris partinë për 2-3% apo edhe 5% dhe dalë ta shes atë si fitore. Kjo është normale, se cili do në merit partinë e vetë. Kjo është problemi i zotrit Abdixhiku, sepse qytetarët dhe votuesi normale LDK-s atë nuk e shesi perspektivë. Sepse brenda LDK-s ka mendime të ndryshme. Zotri Abdixhiku e ka ul Lidhjen Demokratike të Kosovës. Je i vetmi që je stërgjat. Pastaj, jo vetëm ta përfundoj këtë se kjo është shumë e rëndësishme, kjo është shumë e rëndësishme sepse është e rëndësishme për shtetin. Kryetari i komunës së Prishtinës të shkojë me PDK-n. Edhe është shumë normale kjo gjë. Mes partive politike. Në këtë rast, në kushte normale, është garë mes opozitës dhe pushtetit. Kur ka qenë zotri Kurti në opozit, tentonte që të unifikante, madje pa të formuar dhe ishin futur gjithë me një listë. Kështu nuk është një garë është problemi i është një garë që secila parti të del më së miri për vete. Partitë e krahut luftës, në këtë rast Partinë Demokratike të Kosovës, dhe të hudhim vrerë me gjuhën e vetëvendosin ndaj atyre njerëzve në mënyrë që të tregojmë që LDK-ja po hup identitetin. LDK-ja s'po hup identitetin, koalicionet janë normale. LDK-ja ka filluar me hup identitetin kur e ka humb votuesin e vet, kur ka filluar që ta instalojnë gjuhën e lëvizjes vetëvendosje brenda. Shef me ditë se çka kishte menduar nëse LDK kishte bërë koalicion me vetëvendosje në Prishtinë. Historikisht Ibrahim Rugova ka bashkëpunuar me PDK-n, madje ja ka lëshuar edhe kryeministin e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe pikërisht Ibrahim Rugova ka qenë bashkëpunëtori kryesor i Hashim Thaçit për arritjen e konceptit tonë shtetëror. Para pavarësisë të folë. Ndoshta njerëzve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që mund të jenë prezente edhe për zyre televizive, që i friksuan të i bashkëpunimi. Nuk e di këtë gjë. Çfarë frikë është kjo? Kjo veç çfarë tregon? Jo, nuk i friksuan në kuptimin. S'ka të bëjë me kundërshtimin kundër PDK-s, po me mënyrën e koalicionit. Po, mënyrën këtu janë gjëra, domethënë që s'është analizë. Kjo nuk është analizë. Tani mirë për PDK-n me marrni komunë, me marrni fantastike. Çu pa kur zohiç, pse ka bërë shumë Partia Demokratike dhe elektorët fitues. Lumir Abdixhiku ishte dashur me udhërheqje për LDK sepse ka u shku te përparim Roma dhe ka shpall si fitore Prishtinën. Tash në momentin kur e shes si rrezik zotrin Roma, sepse është i furt politikisht, atëherë dolën dhe kryejnë skena egzageruese. Unë mendoj që kjo është fantastike.